Hapet për qarkullimin e automjeteve rruga që lidh lagjen Lirim me Karabash pas Bashkisë së Vlorës, ndërsa jepet zgjidhje pas më shumë se 2 vitesh banorëve të kësaj lagje që nuk kishin akses për të qarkulluar me automjetet e tyre për shkak të investimit që është bërë përpara Bashkisë së Vlorës. Pamjet që po ndiqni në ekran sjellin momente nga hapja e kësaj rruge, e cila nga kjo javë është në funksion të gjithë banorëve të kësaj zone. Rruga do të jetë vetëm një sens kalimi, çka do të thotë se banorët e lagjes 15 tetori do të mund të kenë akses për të dalë me automjetet e tyre në lagjen Lirim, ndërsa kthimin për në banesat e tyre do të mund ta bëjnë nga rruga Lidemi. Gjithsesi mbetet një zgjidhje për banorët e kësaj zone që kishin një problem mjaft shqetësues, mungesën e aksesit. Tashmë Bashkia e Vlorës ka për të mundur ndërhyrjen për ndërtimin e kësaj rruge, e cila veç asfaltit ka edhe ndriçimin por edhe trotuarët. Pas më shumë se 2 vitesh, banorët e lagjes Karabash dhe Lirim duket se gjejnë një zgjidhje. Trajtuar shpeshherë nga televizioni 6+1 Vlora për mungesën e aksesit të banorëve për të bërë mundur kalimin e tyre nga njëra pjesë në pjesën tjetër të lagjes, më në fund është hapur kjo rrugë, e cila është një rrugë e re pranë Bashkisë së Vlorës që do të lidh lagjen 15 tetori me lagjen Lirim me qëllim për t'u dhënë banorëve aksesin e nevojshëm. Kjo rrugë do të jetë me një kalim, çka do të thotë me makinat do dalin prej lagjes Karabash për të përfunduar më pas në pjesën e lagjes Lirim. Jepet kështu fund problematikës së banorëve, të cilët prej 2 vitesh nuk kishin aksesin e duhur për të kaluar me automjetet e tyre për shkak të investimit që është bërë në pedonalen përpara Bashkisë së Vlorës. Tashmë të gjithë banorët e lagjes 15 tetori për të dalë më shpejt në lagjet e tjera të qytetit do të kalojnë përmes kësaj rruge pas Bashkisë së Vlorës, rrugë e cila është vetëm me një sens kalimi.